Moti me shi në juglindje të vendit ka bërë që të ketë shëmbje masive në disa segmente të rrugës nacionale Maliq-Lozhan-Moglic, duke e krijuar vështirësi serioze për qarkullimin e automjeteve. Situata paraqitet më problematike në dalje të Lozhanit, ku përveç rrëshqitjes së dherave dhe shkëmbimeve janë konstatuar edhe dëmtime të rënda në bazamentin e rrugës. Në disa pjesë të aksit, kalimi realizohet vetëm me një korsi, ndërsa ngushtimi i rrugës dhe dëmtimi i strukturës së saj e bëjnë lëvizjen të rrezikshme për drejtuesit e mjeteve. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në këtë aks. Rreshtet e vazhdueshme të shiut kanë krijuar probleme edhe në rrugën nacionale Burrel-Rrshen, duke shkaktuar shemje të mëdha dherash. Kjo rrugë është e bllokuar totalisht për qarkullimin e automjeteve, si pasojë e shëmbjes së një masivi dheu dhe pemësh. Ndërkohë, një masiv i madh dheu ka rënë mbi rrugë në vendin e quajtur Sukbull, ku ka bllokuar të gjithë karrexhatën. Shumë automjete që po lëviznin drejt Burrelit apo Rrshenit janë kthyer mbrapsht, pasi rruga është e pakalueshme. Ndërkohë, në qaftore rruga Vion të mbetet e bllokuar si pasojë e rreshjeve intensive të dëborës dhe urtëqeve të her pas hershme.